Dashi. Falë ndikimit të fuqishëm të Neptunit, sot çdo gjë do ju duket si në ëndër. Në çift, përkujdesja juaj ndaj partnerit do jetë e jashtëzakonshme. Të mbani atë në pëllëmb të dorës, ndërsa surprizat romantike do ndodhin natyrshëm. Romantizmi dhe ëmbëlsia do përshkojnë çdo çast bashkë, duke forcuar lidhjen. Beqarët do shfaqin magnetizëm të padiskutueshëm, duke tërhiqur pas vetes çdo person që i pëlqen. Prandaj, mos hezitoni të shprehni sensualitetin tuaj. Në punë, Mërkuri do ju ndriçojë mendimet, do kuptoni saktësisht se çfarë duhet të bëni dhe do veproni me vendosmëri. Financat nuk rrezikohen sepse disponimi racional dhe largpamësia do ju udhëheqin çdo transaksion. Demi. Sot është dita kur do vendosni të shkëputeni nga rutina dhe t'i lini gjërat të rrjedhin vetë. Në çift, heshtja juaj mund të zëvendësohet nga buzëqeshjet e përbashkëta. Do përjetoni momente gëzimi dhe do bëni çdo sakrificë për t'i sjellë partnerit lumturi. Beqarët mund të ndjejnë rrahje zemrën me një takim të papritur me shikim të parë, por kujdesuni të mos hidhni hapa të nxituar. Në punë, Mërkuri do ju frymëzojë për të reflektuar me kujdes, duke identifikuar zgjidhje kreative për çdo problem. Sektori financiar do mbetet i bekat, edhe nëse përjetoni shpenzime të vogla qefi, do gjeni mënyrën për t'i menaxhuar me sukses. Binjakët. Hëna dhe Neptuni bashkohen për t'ju mbështetur gjatë gjithë ditës, duke ju ndihmuar të realizoni çdo dëshirë. Në çift, momenti për vendime të mëdha ka ardhur. Mos e shtini asnjë çështje, sepse veprimet e sotme do përcaktojnë të ardhmen tuaj sentimentale. Beqarët duhet të besojnë në magjinë personale dhe t'i afrohen atij që përqejnë me besim. Suksesi është i shkruar në yje. Në punë, mos u nxitoni, veproni me kujdes dhe çdo gjë të ecë pa pengesë. Çfarëdo vështirësie financiare që keni hasur mund të zgjidhet falë mbështetjes së familjarëve. Ato do sjellin qetësi dhe zgjidhje bindëse. Daforia. Intuita juaj sot do jetë udhërrëfyesi më i mirë, kështu që ndiqni instinktin pa rezerva. Në çift, të vendosni pika të qarta. Vendimet që merrni sot do ndikojnë thellë në të ardhmen, ndaj mendoni mirë para se të diskutoni. Beqarët, edhe pse mund të hasin vështirësi fillestare në flirë, sapo të përshtaten me situatën do krijojnë lidhje të veçanta. Në punë, besoni në aftësitë tuaja për t'i zgjidhur sfidat, pasi ky është momenti për të treguar kompetencë. Vendimet e duhura do vinë në kohën e duhur. Financat do marrin një hovë pozitiv në mbrëmje, kur do gjeni mënyra kreative për t'i stabilizuar edhe në fortë. Luani. Energjia e sotme do jetë e pakrahasueshme. Do dëshironi të eksploroni çdo mundësi të re. Në çift, Jupiteri do risjellë pasionin e një muaji mjaltit të dytë, me emocione të pazakonta dhe ndjenja të thella. Beqarët, me Venusin në anë, do gjejnë lehtësisht diçka që t'i entuziazmojë. Megjithatë, mos nxitoni marrëdhënie të zgjeruara pa njohur thellë tjetrin. Në punë, spontaniteti dhe profesionalizmi do bashkohen. Do jeni energjik dhe do ngrini flamujt e arritjeve të reja. Sidoqoftë, kujdesuni me shpenzimet e rastit, edhe pse disponimi është i mirë, nuk është momenti për rreziqe të mëdha financiare. Virgjëresha. Me një kombinim të fuqishëm të kurajës dhe këmbënguljes, sot nuk do njihoni pengesa. Në çift, Jupiteri do përmirësojë marrëdhënien me partnerin, duke sjellë surpriza të ëmbla dhe komunikim të thellë. Do ndjeheni i motivuar ta përkushtoni gjithë vëmendjen atij që doni. Beqarët do përjetojnë ditën më të favorshme për të njohur shpirtin binjak. Çdo takim sot ka potencial për të lënë gjumë. Në punë, sfidat do t'i kalohen me diplomaci. Ide të reja do ju bindin kolegët dhe shefat. Financat me Saturnin në anë do marrin një shtys drejt stabilitetit. Planifikoni investime të vogla pa u nxituar. Peshorja. Sot hëna do ju inkurajoj të ndaleni e të reflektoni mbi arritjet dhe qëllimet tuaja, duke ju ndihmuar të vendosni objektiva të reja të qarta. Në çift, rutina mund t'ju ketë mërzitur së tepërmi, ndaj mos prisni gjatë për të futur element rrisje. Një udhëtim i vogël, një darkë surprizë apo një bisedë e hapur mund të ringjallë pasionin. Beqarët që sapo kanë realizuar një takim do ndjejnë se Marsi po përshpejton zhvillimet. Nëse ndjeheni gati, keni guxim të bëni hapat e parë. Në punë, miratimi i kërkesës suaj për një projekt të rëndësishëm do hap porta të reja në karrierë. Financat mbeten të qëndrueshme, por për të kryer ndonjë shpenzim të konsiderueshëm, sigurohuni të mos lihet bosh llogaria bankare. Akrepi. Mërkuri do ua përmirësoj dëshirën për të komunikuar sot, duke ju shtyrë të ndani më hapur mendimet dhe ndjenjat me të tjerët. Në jetën sentimentale, çdo fjalë apo gjest i ngrohtë do forcojë lidhjen me partnerin, pa lejuar që yjet t'ju ndryshojnë humorin. Beqarët do ndjejnë një tërheqje të
pa përmbajtshme, por ruani vetë kontrollin që të mos bëni gabime impulsive. Në punë, kolegët do jenë mbështetës dhe jo konkurrent, duke e bërë çdo detyrë më të lehtë për ju. Ky bashkëpunim do sjellë përparime të dukshme. Megjithatë, kujdesuni që pasionet momentale të mos nxisin shpenzime të tepruara. Çdo lëvizje e financave sot kërkon maturi dhe planifikim të kujdesshëm. Shigjetari. Merkuri dhe Urani do ndjen kopkoput në kundërshtim sot, ndaj bëhuni të vëmendshëm për të mos u rrëmbyer nga konfuzioni. Në lidhje, emocionet do jenë të përforcuara, zemra do ra fort dhe buzëqeshja nuk do ju largohet, duke dhënë ngjyrë çdo çasti. Beqarët do tërheqin vëmendje me sharm dhe buzëqeshje, por mos vendosni paragjykime. Prisni dhe vendimet tuaja do jenë të duhura. Në punë, ndjekja e planeve të mëparshme do sjellë përmbushje të objektivave. Këmbëngulja dhe durimi janë armët tuaja më të forta. Financat do jenë të kënaqshme nëse ruani atë që keni, por për çdo investim të ri, konsultohuni me specialistët për të shmangur surprizat e pakëndshme. Bricjapi. Përballë sfidave të ditës, durimi dhe vullneti janë çelësi për sukses. Nëse kombinoni të dyja, asgjë nuk është e pamundur. Në çift, sinqeriteti dhe mbështetja reciproke do forcojnë marrëdhënien, duke ju dhënë sigurinë e nevojshme për të marrë vendime të rëndësishme së bashku. Beqarët, ndërsa ndjejnë nevojën për aventura, duhet të shmangin hapet e nxituar për të mos lënduar ndjenjat e tyre. Reflektimi i mirëpara do sjellë zgjedhjet më të mira. Në punë, sfidat profesionale do të kalohen me besim tek vekja dhe inovacion në mënyrën e punës. Rezultatet do jenë mbreslënëse dhe do fitojnë admirimin e të gjithëve. Financat kërkojnë vëmendje maksimale. Çdo gabim sot ka pasojë nesër, ndaj kontrolloni çdo shpenzim dhe bëni ekonominë tuaj prioritet absolute. Ujori. Sot ndjeni nevojën për të mbajtur pranë vetes njerëz që ju mbrojnë dhe qëndroni larg atyre që mund t'ju komplikojnë situatën. Në çift, ambienti do jetë i ngrohtë dhe bashkëpunues, duke e bërë çdo diskutim të qetë dhe të frytshëm. Mund të bëni edhe plane afatgjata pa u shqetësuar. Beqarët mund të jenë të zënë me punë, por një ftesë e papritur në mbrëmje mund t'ju çlirojë dhe t'ju hapë mundësinë për një mjolje emocionuese. Në punë, krijimtaria juaj do lulëzojë në një ambient harmonik, duke ju dhënë kurajin të nisni projekte të reja. Dinamizmi do jetë përkrahësi juaj më i mirë. Financat do konsolidohen me përkushtimin tuaj për kursim dhe menaxhim të kujdesshëm, duke shmangur çdo rrezik të panevojshëm. Peshqit. Rifreskimi i energjive të këtij dashihëne do sjellë frymë të re në çdo aspekt të jetës suaj. Në çift, besimi dhe bashkëpunimi do jenë themeli i çdo momenti të përbashkët. Fjalët e mbështetjes do rikthejnë pasionin dhe hirin e humbur. Beqarët duhet të pranojnë ftesat e ardhura, pasi një takim surprizë mund të shndërrohet në histori të bukur dashurie. Në punë, intuita kreatuese do ju drejtojë drejt zgjidhjeve inovatore, duke fituar vlerësimin e prorëve. Mos u trembni të merrni iniciativë për projekte të reja. Financat, fal një shpërblimi të papritur apo bonusit, do stabilizohen më shpejt se ç'prisnin, por edhe kësaj radhe maturia në shpenzime do jetë çelësi për të ruajtur ekuilibrin financiar.